Rilindja urbane 2.0 është të mos shohësh më lulet, po të fokusohesh vetëm te ferra. Duhet të fokusuar tek mungesat. Dhe gjithë programi i rilindjes urbane 2.0 janë mungesat. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2.0, i cili parashikon një fond për 1.5 miliard eurosh për transformimin e qyteteve dhe hapësirave publike në Shqipëri. Duhet shpjeguar që Europa është standardi që kërkohet këto pritshmërit e rritura, kjo nevoja për të parë jo 5 kilometrat e ndërtuara, po për të fokusuar te 100 metrat që mungojnë, është eksaktësisht çfarë e lidh pasgjithshmërisht Europën dhe Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian me këtë nevojë për ato 100 metra. Kështu që rilindja 2.0 nuk është thjesht ndërtojmë infrastrukturë, por është ndërtojmë cilësi. Cilësi jete, cilësi bashkëjetese. Nuk është ndërtojmë më tej qytetin, por është ndërtojmë më tej komunitetin. Gjatë fjalës së tij, kryeministri bëri edhe një krahasim me gjendjen se si i gjetën qytetet kur morën detyrën. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Nëse sheshi kryesor është fytyra e një qyteti, sheshet kryesore të qyteteve tona ishin fytyra e degradimit dhe dorëzimit përpara fatit të çdo qyteti. Ky program parashikon që të gjitha bashkitë të furnizohen me autobus elektrik dhe paralelisht të ndërtohen parkingje nën dhe mbi toksore në qytete. Transporti modern është një element tjetër i domosdoshëm dhe për këtë arsye ne kemi filluar dhe do të hyjmë tashti në një fazë të krijimit të një kompanie të përbashkët mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe bashkive për të furnizuar bashkitë, duke filluar nga ato që janë me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve, me autobus të një gjenerate të re, autobus elektrik, të cilët do duhet të plotësojnë shumë nevoja të rritura, sidomos gjatë sezonit, dhe pastaj hap pas hapi të krijojmë lidhjen rajonale, të krijojmë intermodalitetin. Një tjetër komponent i programit janë parkimet. Nuk mundet më që ne të mos hymë në një fazë komplet të re të ndërtimit të parkimeve në qytete. Nën toksore, mbi toksore, me të gjitha ato formula që u paraqiten këtu dhe programin e kanë plotësisht funksional, besojmë ne. Numri 1 i qeverisë thotë se shoqëria është bërë më kërkuese, kjo edhe fal punës së bërë nga mazhoranca ndër vite. Rama tha se kush mendon se shoqëria është bërë më negative, nuk duhet të merret me politik. Ai shtoi se duhet që të kuptohet se vendi duhet të kalojë tashmë në një tjetër nivel, pasi nuk kemi më një shoqëri e varfër. Kush mendon që shoqëria është bërë më negative, nuk duhet të merret me politik. Nuk duhet të merret me punë të cilat janë funksion publik, shërbim publik. Sepse nuk e përballon dot atë që e percepton si negativitet. Është një mënyrë për ta perceptuar, por mund ta konsiderosh të tillë, po s'duhet merresh me këtë punë. Sot kush merret me këtë punë duhet thjesht dhe vetëm ta ketë të ndarë mendin shoqëria është bërë më kërkuese, jo më negative, më kërkuese. Pse i lind nevoja për fallxhorët njerëzve? Dhe shkaku jemi ne, që ta kemi shumë qartë. Po e kërkuam shkakun te të tjera gjëra, duhet ta lëm këtë punë, sepse do të thotë që eksperienca na ka bërë cinik. E dim,
Kemi mësuar shumë gjëra, themi këta e fusin kot. Këta e fusin kot. Fallxhorët ja fusin kot. Njerëzit nuk ja fusin kot. Njerëzit kanë një nevojë që ne duhet t'ja u kuptojmë dhe t'ja u plotësojmë. Po ngelen dorë të fallxhorëve, do jetë shumë vonë pastaj.